Mjekët me urdhër të prerë. Nëse flini në barkë, dëgjojeni urgjent këtë. Çdo njeri ka pozicionin e vet të preferuar të fjetjes dhe në kundërshtim me disa besime popullore, nuk ka asnjë mënyrë perfekte për të fjetur. Megjithatë, ka pozicione më të mira dhe më të këqija që ndikojnë te cilësia e gjumit dhe te shëndeti juaj. Për sa kohë që në të vërtetë të flesh përmbys, në këtë video do të dëgjoni përgjigje dhe të mësoni se çfarë duhet të bëni për këtë. Fjetja me stomak mund të shkaktojë dhimbje në qafë. Sipas specialistëve, ky është padyshim pozicioni më i keq i gjumit sepse shkakton disa dhimbje mjaft të këqija, veçanërisht të qafës. Shpeshherë kur njerëzit flen në barkë, qafa e tyre ngrihet shumë lart, plus qafa është e përdredhur në njërin anë, gjë që shkakton edhe probleme të forta. Prandaj është e rëndësishme të mos flini në këtë pozicion. Fjetja me barkë mund të shkaktojë tendosje të pjesëve të poshtme të shpinës, t'ju bëjë të lëvizni më tepër dhe gjithashtu të përkeqësojë refluksin e acidit të stomakut.